Tani më lejoni që marrë me muan për një moment larg nga Jeruzalemi, në qendër të kryeqytetit tonë Tiranës është një tunel në zemër të tij i ndërtuar për të torturuar, të ashtëshuajturit armiq të një popullit dhe për të qëndruar dhe për të sulmuar nga Shtetet e Bashkuara ose Bashkimi Sovjetik një paranojë e shpërndar në tunel nga regjimi që theu çdo dritë, duke mbajtur njerëzit pengje në një burg me qell të hapur. Kjo gjithmonë ka bërë të ndihem international public figures or associations who rightly describe Gaza as an open-air prison. Por ata që e kanë cilësuar Gazën si një burg me qell të hapur, por nuk e identifikuan ata që burgosën vërtet njerëzit e Gazës. Ngatruan gishtin për aty ku gishti ishte drejtuar dhe përpasoj nuk mundën të shohin se ata që burgosën Gazën është Hamas dhe asnjë tjetër përveç Hamas. Its ideology of terror është ideologjia e terrorit kundër njerëzve të tij, për më tepër, dhe kundrejt popullit hebre. Është dogma totalitare që asnjë jetë palestineze nuk vlerësohet për ta jetuar derisa hebroi i fundit të shkatrohet, të zhduket nga sipërfaqja e planetit. Përpasoj derisa Hamas të shkatrohet tërësisht, miliona të burgosurit e tyre nuk do të jenë asnjëherë të lirë për të jetuar. Sot ai tunel në Tiranë është transformuar në një hapësirë të dedikuar për viktimat, për ata që fillimisht ndërtuan tunelin. Dhe unë shpresoj me gjithë zemrën time se pak nga të pafundme tunele të terrorit që Hamas ndërtoi pas sulmeve të 7 tetorit ku izraelitët u torturuan dhe u kthyen në replika të shekullit të 21, do të ruhen si pjesë e planit të rindërtimit të Gazës dhe më vonë do të qëndrojnë si dëshmi e paqes që shndron mes dy shtete të ardhshme. Do të qëndrojnë si tunele të kujtesës kolektive dhe shërimit. Të dyja vuajtjet e tmerrshme, humbja jetëve palestineze do të konvertohen. Vuajtjet e miliona palestinëve u konvertuan në sistemin e mendjeve më të likta. Vuajtje ku tullat ishin trupa njerëzish, do të qëndroj si një qiri faljeje pa harruar, që horroret të tjera mos ndodhin më kurrë, rrënjët e shkakut duhet të pastrohen. As you descend the stairs of the Tirana tunnel, a sentence in neon light by Primo Levi watches over you. Those who forget their past. Fjalia që ndriçohej mes tuneleve të Tiranës ishte do t'ju ndjekim gjithmonë. Name in light on the wall. Ne mbajmë të emër kaq të njohur në mur me drita dhe për të mos shkruar asnjë paralelizëm mes shkatrimit industrial të njerëzve hebre dhe krimeve të pa paralelta, vuajtjeve njerëzore të shkaktuara nga regjimi jon komunist mes shqiptarëve të pafundëm që u shpallën armiqtë të popullit. Bashkoj me tunelin ton të kujtesës për t'ju siguruar se Shqipëria, shqiptarët e njohin kurajon
dhe për siguruar ata që mbajnë një pikpamje tjetër nga jo imja për Gazën si një burg me qell të hapur, se ne shqiptarët mësuam në mënyra më të vështira se që ata mund të imagjinojnë se çfarë ndodh kur ideologjia bëhet vend shpëtimi, kur shteti bëhet i përkulur dhe qeveria përdor njerëzit dhe njerëzimin e tyre për të tejquar frikë në të gjithë popullin. Ka një histori të thellë që i bashkon popujt tona me kapituj që kulmojnë në kohët e errta të Holokaustit, që shtrihet në shekuj hebrejnë që vinin në brigjet tona pas shkatrimit të tempullit.